Reforma territoriale do të vijë në dobi të gjitha bashkive, sepse do të forcojë financat publike të pushtetit vendor e do të sjellë po ashtu edhe më shumë investime dhe shërbime për qytetarët. Kështu shprehur në prononcimet për media Ministri i Financave Petrit Malaj. Unë besoj që pjesa e reformës territoriale vjen në dobi të gjithë bashkive, për vetë faktin sepse do të forcojë financat publike, do të forcojë financat e pushtetit vendor dhe në këtë mënyrë do të ketë më shumë investime për qytetarët, do të ketë më shumë shërbime për qytetarët dhe natyrisht e gjitha kjo bëhet në dobi të qytetarëve. Ndërkohë drejtuesa politike i Qarkut të Fierit, Belinda Balluku, ka pohuar se qytetarët preken pikat kyçe të reformës, teksa theksoi se është shumë e rëndësishme që të gjashta bashkitë të ruhen. Ishte një seancë shumë interesante për të thënë drejtën, pavarësisht se sigurisht kishte edhe pak ngjyrime politike, por unë dua të falenderoj gjithë komisionin për reformën. Si edhe opozitën gjithashtu, pasi gjithë biseda ishte konstruktive, dua të them që qytetarët me të vërtet prekën pika kyçe dhe të rëndësishme për reformën territoriale. Sigurisht u diskutua nëse ka pasur sukses reforma territoriale e vitit 2014-2015, pati dëshmi të qarta, sidomos nga bashkitë e vogla, siç është rasti i Roskovecit apo i Patosit që ka funksionuar bashkimi i komunave në bashkime të vogla. Megjithatë, sot qytetarët thanë fjalën e tyre se si e mendojnë. Unë si drejtuese politike e Qarkut të Fierit duhet të them që patjetër për ne është e rëndësishme që të gjashta bashkitë të ruhen, pasi dy bashkitë e vogla këtu në rastin e Patosit dhe të Roskovecit janë bashkime me performancë financiare të plot, pra nuk kanë borxhe ndaj pushtetit vendor, janë bashkitë cilat sot në Roskovec duhet të themi se kemi 24 orë ujë, pra vjen për shkak të punës që është bërë edhe në këtë njësi bashkiake, por nga ana tjetër duhet të thënë gjithashtu që kemi edhe bashki siç është rasti i Mallakastrës, që janë bashki me identitet të fortë dhe që absolutisht nuk mund përthithen apo të shkrihen në bashkime të mëdha. Kështu që për Fierin ky takim ishte shumë i rëndësishëm. Unë jam e sigurt që Komisioni i Reformës do të dëgjojë të gjitha palët që sot u prononcuan brenda në sallë dhe do të marrë parasysh atë që është shumë e rëndësishme për ne, që të ruhet ky formacion që kemi deri sot, por nga ana tjetër, çka është më e rëndësishme dhe çka u diskutua është edhe krijimi i rajoneve. Pra, jo thjesht niveli i Qarkut, por krijimi i 4 rajoneve, të cilat do të kryejnë të gjitha ato detyra që bashkitë sot nuk i kryejnë dot, siç është rasti i urbanistikës apo rasti të tjera shërbimeve që mund të jenë specifike dhe bashkitë e vogla nuk kanë mundësi që t'i furnizojnë me burime njerëzore. Variantet e parashikuara nga Partia Socialiste krijojnë tensione sepse largojnë qytetarin nga shërbimet, kështu shprehur deputeti i opozitës Luciano Boçi, i cili ka theksuar se vetëm referendumi i qytetarëve do t'i japë zë interesit publik. Jo, nuk duhen variantet paracaktuara dhe në fakt prandaj ka reagim edhe në takime sepse variantet krijojnë tension dhe aq më tepër variantet e PS-s synojnë që të absorbojnë bashkitë e vogla brenda bashkive të mëdha, duke larguar shërbimet, duke hequr përfaqësimin, duke ulur demokracinë, duke goditur autonominë vendore dhe të gjithë këto pasoja duken si pasojë terminologjike, në fakt nuk është e tillë, është pasojë që shkon drejt për drejt tek jeta e qytetarëve të atyre zonave që reagojnë. Kush është reagimi? Reagimi që ka ndodhur deri më tani, që është shpopullimi. Tani kjo mënyra e konsolidimit pushtetit në krijimin e bashkive me numër të vogël, 61 nga 373 është provuar dhe nuk prodhoi efekte pozitive për jetën e qytetarëve, sepse shpopullimi e tregon, sikurse edhe shumë tregues, nuk mund të ndjekësh të njëjtën rrugë për të arritur rezultate ndryshme. Nuk mund thuash që nga 61 do kalojmë 36 dhe ne do përmirësojmë shërbimet, do përmirësojmë autonominë, do përmirësojmë financat, do përmirësojmë atë që duhet bëjë një pushtet lokal, gjë që nuk mund të ndodhë, prandaj edhe ju e dëgjuat shumica e qytetarëve që diskutuan janë përtritur numrin ose përtruajtur dhe ato bashki që konsiderohen vogla dhe rrezikojnë të absorbohen, të përthithen nga bashkia e madhe e Fierit apo
bashkitë e tjera kufitare. Tani nuk e konsideroj unë dështim apo ne dështim si PD, janë raporte të organizatave ndërkombëtare, shprehur banka botërore, janë shprehur përfaqësues të autoriteteve vendore europiane, janë shprehur organizata shqiptare që ka dështuar dhe pranohet nga vetë përfaqësues qeverisë. Ka dështuar në funksion, ka dështuar në financa, ka dështuar në shërbime, ka dështuar në përfaqësim, ka dështuar në shumë element. Pra dështimi është i prekshëm dhe është kërkuar një reformë tjetër, por rruga që po kërkojnë është rrugë e provuar dhe nuk mund të jap rezultat ndryshëm.